Përshëndetje! Mirë se erdhni në Krip dhe Piper, unë jam Alfio. Dhe unë jam Indriti. Sot për ju kemi një recetë fantastike. Keni qenë ndonjëherë në Napoli, Si thon Napoli, mille colore. Një recetë napoletane fantastike që do ju shkojë goja lëng. Merrni shënim gjithë ingredientet që na duhet për recetën e sotme. Shkruani mirë, Mozzarella në karrocë. Për 4 persona ju duhet 8 feta bukë qumshti, 250 gram mozzarella, 4 vezë, 200 gram galet, 50 gram fileto acciughe, vaj për skuqe, borzilok, krip dhe piper. Kjo recetë ka shumë pak ingredient faktikisht. Vetëm bukën, mozzarellën, acciughen, kaperi edhe vaj për të skuqur. Normalisht. Duhet një bukë për tramezzini, që është me bazë qumshtit dhe gjeni në marketet Konat, marken më të mirë dhe më të shishme për të bërë këtë recetën e sotit. Është një bukë shumë e butë edhe shumë e butë. Edhe do bëjmë një përpunim fantastik. Shkojmë hapim direkt bukën si fillim për recetën e sotme. Hop. Yes. Shikoni sa e butë që është, do hapni edhe paketimi me delikatesë, mos të prishet buka. Dhe kujdes kur ti shkputni, sepse kur ti ndani, mos t'jenë ngjitur. Zakonisht që do të ngjitura. Sa e butë është. Që mos t'jenë ngjitura, ja. Hop. Edhe i presim për gjysëm. Si që kemi, marrim qik mizurat, kemi metër? Jo, vizore. Këto janë 20 centim, këto janë 10 centim, okej. Paka shumë me sy. Paka shumë me sy, prindeni. Hop. Ja. Pasi presim bukën, do na duhet dhe një leck, sigurisht e pastër. Çdo gjë do jetë super e pastër, super e lartë. Dhe do ta lagim me pak ujë. Normalisht edhe leskat e reja që keni, lajnin lavatrice, pa asnjë lloj kështu, si quhen ato detergjente gjëra, lajni thjesht me ujë të ngrohtë, që të bëjnë një ngjyrë shumë të mirë, ta përdorni për të përgatitur ushqimet. E lagim dhe e shtrydhim shumë mirë. Ndryshe mund ta lagni me shampanjë nëse doni. Ja. E shtrydhim shumë mirë. Edhe vendosim këtu. Në tavolinë. Oh, yes. Që mos të thahet buka. Sepse shumë e rëndësishme pjesa që mos na thahet. A shumë e butë edhe kështu do gelet. Ja, e vendosim këtu. Gjitha fetat. Nuk na del kjo, kështu që e bëjmë kështu. E sistemojmë që t'i nxenë gjitha fetat tu. Pastaj në duhet një penel nga ato për me lysh pijat. Po normalisht një penel i ri fringo, që nuk keni përdorur ndonjëherë, ose një penel që përdorni, keni blerë dhe përdorni aposafat vetëm për ushqime. Vetëm për kuzhinën ku të gatuani. Edhe në një tas do vendosim pak qumësht. Okej. Pra, për recetën duhet edhe pak vaj, sigurisht vaj altis që ta ngrohim më parë. Vene që fillim që ta ngrohim, që mos presim fare, pastaj për recetën. Okej. Yes. Pak fare qumsht. Dhe filloni pikturoni fetat e bukës. Jo shumë, t'i lymë pak gjitha. Mos ekzagjeroni me qumshin, se nëse e lymë shumë, vetveti buka është shumë e ngrohtë. Nëse e lymë edhe shumë me qumësh, pastaj kur do e kapim dorë për ta përpunuar, do na coptohet, do na thërmohet gjitha, okay? Mirë shumë kujdes. Mos ekzagjeroni. Tani këtu na duhet mozzarella. Normalisht mozzarellën e gjeni në marketet Konat dhe bleni këtë mozzarellën për pica. Sepse kjo për pica është shumë cilësore dhe nuk ka fare lëng brenda, që më thonë mos na nxjerrë produktin shumë të lëngshëm. Sa ndodh me mozzarella, që se përdor një mozzarella shumë të ujshme, mund dalin nga buka gjatë skuqjes edhe me vaj shumë të ngrohtë, do kërcej vaj gjithandej, kështu që merrni mozzarella për pica në marketet Konat dhe keni fantastike. Vazhdoni lyni gjitha këto, pastaj do i provoni çik me prekje, ja, mirë janë. Për imbushjen atëherë do na duhen pak kaperi dhe acciughe, se kjo është segreti e gjithçkaje, i mozzarellës karroca, acciughet. Normalisht gjitha produktet e përdorura për recetën janë produkte Konat, janë fantastike. Ne kërkojmë për cilësinë më të mirë në recetat tona, prandaj oh, yes. Ta marrim dhe acciughet. E do i grind gjitha së bashku. Fantastike.
Ne do ju tregojmë tani edhe nga vjen receta nga Napoli që ju tha më parë. Napoli italisht që kanë, ato janë shumë të lumtur sepse kanë u sole, u mare, u kore, thonë. Do të thonë kemi djedhin, kemi detin, kemi zemrën. Zemrën, kanë gjithçka. Vetëm se e kanë pak vështirë të punojnë. Po që janë edhe hajduta pak, ku s'ka zjo. Që se ka në i napoletan që në ndjekë dhe di Shqipen të përshëndesim. Por është mrekulli, Napoli është shumë e bukur. Të themi drejtë, gatimet e sudit italisë, dhe më thonë Napolit, janë më vërtet shumë fantastike. Qa Napoli, Calabria, Sicilia kanë gatime të mrekullueshme dhe nga aty kalin çdo gjë. Gjitha shumica recetave italiane tradicionale edhe ato më të reja, më të fundit janë marrur nga ato të jugut, të vjetra, që janë ripërpunuar dhe janë bëra akoma më fantastike. Ja, marrë qumshti, të buka. Pra këtu kemi açugat dhe kaperit, që do i grim bashk. Grini gjitha shumë hollë. Shumë ime. Tu kemi argjo grindë mozzarella. Ja, po hapi herë to qeset e buke që na duhet për galetën. Se do i bëjmë galet pas i kalojmë në vezë. Op. Pra, te tava e madhe do hapim buken që t'i bëjmë mozzarella karroc galet. Quhen mozzarella karroca, dhe me thonë mozzarella në karroc. Po karroca nuk është. Karroca nuk është, dhe me thonë karroca është janë dy fetat e bukës, ku mblidhet brenda. Edhe kështu ka quhet here, në kohët e vjetra. Dhe kam mbetur në gjithë historinë dhe është interesante se e bën akoma tani e bën këtë recetë. Nuk edhe kur. është shumë e shishme. Gjitha restorantet, pizzerinë dhe gjërat në shtëpi, çdo lloj gjëje e bëjnë gjithë dhe e pëlqejnë gjithë. Dhe mos gaboj edhe në restorantet me yje Michelin. Me yje Michelin bëjnë mozzarella Kanë karroca. bërë modifikuar, pra kanë bërë. Sepse mos harroni recetat më të thjeshta, edhe ato me ingrediente të shtinës, ingrediente më të thjeshta janë ato më të mira që mahen mend për gjithmonë. Edhe na duhen 4 vezë që do i rrafim, do i them këtu në tas, dhe do i rrafim shumë mirë, që do na duhen për galetën. Edhe nuk kemi nevojë për miell 00, do të thonë, shumica e galetës kur bëhet kalohet miell, vezë, galet. Këtë radhe do kalojë vetëm në vezë, se kemi bazën e qumshtit edhe pastaj në bukë. O, shumë mirë. Te veza, krip dhe piper, gjithmonë. Ja, kripen, Dhe piperin. edhe pa krip. Mos keni frikë, me hedhu kripen. Edhe piper. Hidhin gjithmonë nga lart. Këtu kemi dhe mozzarella, e presim dhe mozzarella kubike. Kupike shumë të vogla që pastaj kur ta ngjesin që t'i bëjmë mbushen të rrinë e lidhur bashkë me kaperit dhe açuget. E rrafim shumë mirë. Para, pere. Më thonë, në këtë recetë mund të këndojmë napoletantë, apo jo? Se ne ka mio, O sole mio, fronte a te. ma che bella cosa, una giornata sole. Falë se nuk di me këndu, po napoletane ishte. Mjafton vetëm mendimi që keni këngën solin brenda. Ose vazhdojmë edhe këngën tonë klasike. Pa. Op. A shumë rëndësishme që i vezat e tundet shumë mirë, që ka sa si mund të quhen nervatura, ku di gjë unë që nuk shkrihen dhe ngelen gjitur, kështu që duke i tundur mirë i shkrihen bashkë me gjithë vezën. Ndesa të bëjnë shku. Bëjnë e qik biceps. Ta frynini. Pa. Përveç tavës, me bukën e grirë, na duhet një tavë tjetër me letër, që pasi shkuqim në vaj mozzarella në karroca, do i thajmë nga vaj. Që ja thajmë vajnë, mje se. Kështu që Mendojmë dhe pak për shëndetin. Mendojmë pak për shëndetin, por përdorni gjithmonë vaj alti, sepse është më i shëndetshëm se vajrat e tjerë, se ka një përpunim shumë bio, përdorni vetëm udhë 100%. Edhe i keni pa hile, si i themi kështu në gjuhën shqipe. Ja, merri goxha letër, mos keni frikë. Opla, edhe pak. Ja, oke. Një tavë të madhe. Voilà.
Ja dhe barova dhe mozzarella. Uop. Ja, marrim tave. Edhe fillojmë me shtrojmë. Një. Pra i ndajmë gjithë produktet dhe do i bashkojmë gjithë të buka. Më thonë i ndajmë gjitha produktet veç e veç dhe pastaj të buka do i mësojmë se si bashkojmë gjitha. Ti bashkojmë. Puthen me njëre tjetrin edhe pastaj ndjen mozzarellën karroca. Përqafohen. Ola. Ja u kemi taven me letër gati. Edhe e vendosim këtu me delikatesë, heqim gjërat që nuk na duhen. Këtu kemi vezën gati. Tak 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 tak. Vaj është super i ngrohtë, gati për skuqe. Ja ta provojmë. Oh yes. Kur këndon vaj, këndon dhe mozzarella Vaj po pret. Oh. Pra, marrim dhe domati, presim feta tolla. I përgatisim gjitha dhe pastaj t'i bashkojmë. Ja, okay. U po filloj me montazhin. Nga duhet një luk gjedhe, thjesht, asi gjë tjetër më shumë. Ja, shtymi qik me ajda sto. Heqmë dhe godë mos në pengojnë. Pra, pak fare, do me thonë, dy feta pot, dy feta jo, se ti feta tjetër du jetë kapaku. Do e vejmë sipër. Kështu që, përdojnë edhe dorë, s'ka problem. Ja. Pak kapër i acquge. Okej. Do shikoni rezultatin në fund pastaj si do shkrihet ajo mozzarella. Të bëhet filante fantastike. Filante kështu si si tela kitare. Oh yeah. Mos egzageroni shumë me kapri acquge sepse janë shumë të kripura. Janë shumë të kripura. Janë super pak fare për shije, por mos egzageroni. Keni domate. Vendosim 4 rrethe domate të voçkla, më fton edhe 3, mos ta egzagerojmë fare. Ja. Dhe pastaj mozzarella. Me mozzarella, ecco, mos e kurseni. Mos e kurseni. Mushe me mozzarella, mushe. Hop, hop. Hop, hop. E bëjmë kështu si një piramidë vogël. Jo se ato piramidat e 97 që na vjedhin lekë. Piramida ushqimore. Ushqimore. Shkret ne shqiptarët. Na fush gjithmonë za krau. Kur ti je aq shumë i mirë. Gjithë shokët e mi italian që vinë, se ka goxha shokë italian që vinë, nga moda kunal, sepse kam kunal italian. Ju tha jeni shumë të mirë, jeni shumë mikpritës, pse flasin keq për juve, tha në gjithë botën, se edhe televizionet kur vinë shikojnë Shqipërinë, vetëm kapin ato gjërat e këqija të Shqipërisë, nuk kapin gjërat e bukura të mrekullueshme. Edhe kam gjithë shokë që vinë nga Italia, çajnë me lot kur ikin nga Shqipëria. Kemi një vend të mrekullueshëm me produkte mrekullueshme. Voilà. Ike? Po, tani kemi bërë një fet më shumë. Jo, e kam llogaritur, ja. Pap, pap, pap. Do të thotë që duhet të shumë në ekuacion. Ja, ku janë këto, edhe e shtypim. Edhe lejmë aty. Që të ngjitet mirë, me njëra tjetër, saldohet, bëjmë një saldim. Hop, e shtypim dhe këte, shumë mirë. Gjitha. Mos keni frikë, shtypeni. Atëherë, funksioni i qumshit, që kemi edhe sipër, ndihmon edhe për pjesën që të bëj dhe mos ta shkëputet buka ose të kriset buka. Ja, gjitet me njëra tjetrën. Ja ku kemi. Kjo është. Thonë bën dhe mbyllje. E kapim pak me gishta që ta ngjeshim bashkë, që të jetë mbyllur si portafol. Se nuk kemi sot. Nuk kemi 500 lejla, po kemi mozzarella dhe acquge, kapri. O dhe bëjmë me bukë ose dhe fuzin xhep si portafol. Ja mrapa, po kur nxjini nuk e di se të dalë. Okej, ja, sa bukur. Ngjitet e gjitha. Pa frikë. Tak me gishta, ja, sa bukur. Gjithmonë 2 gishta edhe gishtin e madh në mes. Hop, që ta mbyllë shumë mirë. Pastaj, ja ku jemi, shkojmë direkt te veza. Edhe do bëjmë një lëvizje shumë të shpejtë. Ja, sa ti mbarojmë dhe këto? Ja, kemi mbaruar gjitha.
Është shumë e rëndësishme sepse nëse e lejmë shumë në vezë, do zbutet shumë dhe rrezikon që na çajt buka gjatë galetës, kështu që mrena jashtë në vezë, pap galetë shumë shpejt, tak direkt fritezë. Do marrë edhe një tavë tjetër që t'i vendosim mozzarella të karrocë gati, ja ku kemi super tavën tjetër. T'i vendosim këtu, ku e gati. Ja, mua është pak a shumë si teknika raviolive, që kemi pasën, brumin dhe mbushim me çdo lloj gjoje. Tani, vetëm unë bëj pistë shumë gishtat, ti vazhdo me shkuqen, jemi nona së skuadër. Shpejt, kështu, veza, pap, e sjellim edhe një herë, e kullojmë shumë mirë, direkt e buka. Edhe gjithmonë mos harroni edhe pas vezës, i shtypim sepat, okej? Shumë shtypja se dhe mos në hapet brenda në vaj, që se del gjithë produkti, mozzarella, këtë produkti që kemi futur brenda, në del në vaj dhe... Edhe për jashta. E shkundim nga buka, edhe... Kemi raviolin perfekt. Ja, hop! Si një ravioli i madh. Edhe direkt në vaj. Në vaj, e provojmë për vajin. Një nga një. Dhe, voila. Aq që thjesht, nuk ka. Ma mirë të jeni dy vete gjithmonë, sa po ju them. Ja. I ke bërkullimin, sallata duhet pastaj me pak pomodorini. Edhe u po vazhdoj bëj gjitha, ti myllni gjithmonë, shtypeni para se jillni në vezë. Pak a shumë do dalë si një brioche, por i kripur. I kripur edhe super i mirë. Kjo shoqërohet me birra. Dhe me thonë, një birë, do dalni do pini një birë, një kështu. Ky do ju bëjnë me pi edhe një 4 birra tjera, sepse do hani edhe 4 mozzarella karrocë të tjera. Janë fantastike. Ja, si me ngjyrën direkt. Hop, direkt, kullim, buk. Fantastike. Se kemi, e vëm këtu, e vendosim këtu, mos harroni shumë pak krip, vetëm për bukën. Edhe mos harroni, mbulojeni me gjithën me bukën, si që kam mbuluar unë, ja. Mbulojni gjithën, edhe pastaj me të dyja duar, e shtypim të gjithin. Me delikatesë gjithmonë, mos e hidhni gjithë peshën e trupit, se unë që jam 100 kg, për shembull, do e kisha shky, do e kisha bot cop Do bëj fletore. Fletore, ja. Avash. Hop. Edhe herë, pap. Direkt në vaj. Skuqe, një nga një gjithmonë. Edhe mos harroni, skuqeni çdo lloj produkti në vaj alti, sepse është më mirë dhe skuqet del më shëndetshme, edhe mos e kurseni. Kaç vaj, edhe pastaj e kulloni dhe përdorni për radhën tjetër. Do të ketë vaj të mjaftueshëm për skuqje. Hop, edhe herë, ja ku jemi veza, çak. Me thonë edhe në vaj kur i hedhim, e mbajmë nga një anë, pastaj kthejmë në anë tjetër, duke mbajtur me vaj të lëvizshëm, sepse zakonisht rrinë si për vajit. Shikoni që ngjyrë fantastike merr. E kulloj mirë dhe voilà. Ja, ke tjera, edhe vazhdojni shumë të gjitha. Pa. Kjo mund ta bëni edhe në mëngjes, për shembull, mund ta merrni me vete kush shkon punon nëpër punë, nëpër zyra. Mund ta përdorni gjithandaj. Ne keni bomb fare. Mjafton pastaj, qoftë e doni ngrohtë, e futni direkt 2 sekonda mikroonde, mikroval. Dhe një sekret tjetër, nëse doni të ngroni diçka në mikroval, që është e skuqur ose ka kore, si për shembull një fet pice apo një paninë buke, e keni vurë që se ngrohni në mikroval, bëhet kështu si llastik. Ja, për ta bërë kerce, prap si ka qenë përpara, futni një mozzarella karrocë brenda mikroval të ftohtë, edhe një gotë me gjysmë ujë brenda dhe jepni një minutë, 2 minuta në maksimum. Jep humiditetin edhe bo prep kerce, gelet e butë brenda edhe kerce për jashta. Provojeni dhe do me pasojnë të wow, pas ka pas të drejtë. Që shkoni sa shumë sekrete për ju të regojmë. Okej, ja. Fantastike, unë me zi pres t'i provoj, sepse janë super. Ja, shiko si recetat që ju japim ne janë të sakta fare, shif. Te proj një, pap, feze fundit, që mos hini poshtë, asë i gjë. Hop. Ja, ta marrë gjithë vezën. Ole, iko veza, ja.
Te buka. Voilà. Më thonë, kemi bërë 5 mozzarella karotë, do të vim nga një birë për çdo mozzarella, 5 birra. Do me thonë, me këto, mund bëhet jo 5, po edhe 10, që se prijet buka akome më vogël, po ka që ne hajmë racionet e vogla, i kemi bërë këshu. Ka që jemi të dy bashkë, bëjmë 2 kuintal. Më thonë, 200 kile. Ola, edhe fundit. Pasaj gishat i keni me galet, që se doni i lanin, që se doni të skuqin vaj edhe gishat, hajmë edhe gishin. Si ta doni. Top. Si lajmë. Ta-ra-ra-ra-ra-ram. Le. Ta-la-la-la-la-la, le. A mozzarella con pumarolla? Kula pumarolla in goppa, dhe me thonë, pumarolla është domatja, ma in goppa është si, për ne kemi fut mrenda. Oh, la. Super, lava dhe duar. Do skuqim mozzarella në fundit. Hop. Gjetëm pak krip. Oh, yes. Pak krep gjithmonë nga lartë, mos harroni. Haule. I heqim këto që nuk na duhen më. Tani, në një tas, marrim një tas, vendosim sallatën, mistikanca pa. Një marinim të shpejt. Këto 3 domatet e vogla që rëshiqin e kanë ngelur, i presim 4 she edhe i vendosim të sallata. Pap. Se normalisht kur hajmë diçka frektur, do na duhet edhe diçka shumë të shëndetshme që na heqin gjithë vjamra, gjithë vajt, gjithë qiejn. Shpërlarja, që është sallata, është shumë e mirë. Edhe që mundi shtojmë edhe pak nga mozzarella që ne kanë ngelur. Okej. Pak vaj udhiri altis. Krip dhe piper gjithmonë të sallata. Që nuk do të mungoj kur. Kur kripa dhe piperi. Këtu se ka tërpru krip jedhim si për këtyre. Hopla. Piper. Oh, yes. Edhe e përzim. Hop. Unë këtu në ndërkohë mbarova dhe mozzarella në fundit. Ja ku kemi gati. Do japim një prerje shumë të shpejt, do të thonë do ta presim 4 pjesë. Këtë marrë të pjatë dhe zeza. Pra e marrim mozzarellën, për ta shërbyer në pjatë, kemi sallatën me gjithë erëzat. Dhe e presim në mënyrë trekëndshme. Mozzarella në karrocë. Për 4 persona ju duhet 8 feta bukë qumshti, 250 gram mozzarella, 4 vezë, 200 gram galet, 50 gram fileto acciughe, vaj për skuqe, borzilok, krip dhe piper. O, zot. Falë mirë. Unë djem në Napoli, në qëse mbyllën dhe sytë? Djenë edhe zhurmën e detit. Pra kjo ishte receta jonë për sot, provojni sepse është shumë e thjeshtë, është shumë e lirë me kosto 0, edhe rezultati është shumë i shishëm. Themi me, unë po filloj të hajnë sepse me vërtet nuk i reziston. Mos harroni, ne shifemi çdo ditë nga hënë deri premten e krip dhe piper në orën 6 me receta super si gjithmonë. Dhe në InTV ne jemi gjithmonë këtu me recetat më të përzgjedhura për ju. Faleminderit që ishte me ne. Ciao! Ciao!